Një konflikt fizik në ambientet e një lokali në Divjak përfundoi në një tentativë vrasjeje. Policia thot se fillimisht mori informacione për një përplasje mes dy personave. Në vend ngjarje efektivët gjetën të dëmtuar me sende të forta 22 vjeçarin Orgito Lamka dhe 51 vjeçarin Shahin Xhepexhiu. Të dy morën ndihmën mjekësore dhe dhanë deklarime në komisariat dhe më pas u larguan. Por disa orë më vonë, sipas policisë, Lamka u rikthye në të njëjtin lokal i armatosur me një pistolet me silenciator dhe dyshohet se synonte të vriste 51 vjeçarin Xhepexhiu. Ndërhyrja në kohë efektivëve bëri të mundur parandalimin e ngjarjes. Në momentin e arrestimit, 22 vjeçarit ju sekuestrua arma me silenciator me fishekën në fole gati për qitje. Në pranga përfundoi edhe 28 vjeçari Sergio Duda, i cili dyshohet se drejtonte automjetin me të cilin Lamka u kthye në lokal. Policia arrestoi gjithashtu 51 vjeçarin Shahin Xhepexhiu për moskallëzim krimi, pasi dyshohet se nuk ka treguar të vërtetën për rrethanat e konfliktit. Në vijim të operacionit u arrestuan edhe Kevin Sota, 45 vjeç dhe Santiago Alla, 30 vjeç. Në ambientet e tyre u gjet një tjetër pistolet të cilën, sipas policisë, Alla kishte tentuar ta fshihte. Në pranga përfundoi edhe pronari i lokalit Zenikule, 50 vjeç, i akuzuar për moskallëzim krimi. Sipas policisë, disa prej të arrestuarve kanë precedent të mëparshëm penal, kryesisht në fushën e prodhimit dhe shitjes së narkotikëve.